Në emisionin e sotëm në Fokus kemi musafir njërin prej golashënuesve më të mirë të klubit futbollistik Tornoci, Borhan Sejdiun, të cilin e përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në studion e emisionit tonë. Faleminderit. A mund të na thoni kur keni filluar për klubin futbollistik Tornoci të luani? Për klubin futbollistik Tornoci kena filluar 1983, 84, 85 kena luajtur, 83 ja kena filluar veç me gjenerat e re, ka pas lojtar shkëlqyeshëm të ri me trenerin Fajk Jasharin dhe 83 mirë kushtet si kena pas ku me i ca për një kure kena bosë stadionin u kom pak ma mirë. Faleminderit për Fajki që u mundu shumë për stadionin, për qatrinien e esha pa të fillu. 83-84 të në e nisin me gjeneratët pak më të moqme, lojtar më të fresk, më të fort, edhe më të mirë ka pas. Dhe çfarë ndjeni atëherë u kon ka qenë kur keni filluar për Tornocin? Keni qenë i ri, sigurisht. Atëherë u kon 17 vjet kena pas, një konë një 7 lojtar, 17 vjet, 18-17. Kur e vat me fillu. Tani me gjenerata më të moqëm pak u 84, 85 dhe që zënë më forcu. Lojat mira ka pas. Probleme s'kena bo, s'ka mujtë me pas probleme për neve. Mirë, futballi është qëtër 84, 83-84 dhe shenus më i mirin regionet që më konë. 85 që më sill një 5-6 muj kejtë kom lujt, të në janë Zvicër shkova pak. Po më rishin mend ko më shumë. Te klubi? Po shok një, gjenerata, klubi. Pro keni dhonë shumë gola, ju kujtohet sa gola keni dhonë maksimum në ndonjë ndeshje? S'po tisha me thonë me ndeshje 3-4 kanë ndodhë 2-1. Varet. Faleminderit për lojtarëve mes terenit. Gjatë në çmajt që kam dhonë topa. Që kanë asistuar? Po, asistuar në lojë. Por me cilin keni qenë tandem më mirë të keni luajtur për sulmuesve? Për sulmuesve më shumë kena luajtur me Zimin, Lulzimin. Mirë, Ridvanin e kena pas. Për Lulzimi kena prit topa më shumë, mes terenit, Baramalia. Mirë, lojtar që kejtë mirë jonë konë mes terenit. Tana e shmajtja gjata, gjithmonë jonë konë, se përpara më ndrishë lujtë futballi, s'po luajt si sot, përpara lujtë gjatë në shmajt. Dhe si ka qenë atmosfera në klub edhe si ka qenë pritja e publikut? Atmosfera në klub u konë shumë e mirë, me lojtar, shumë, unë e kom lujtë edhe jashtë në tana unë kom lujtë që si atmosferë në Tornoc, edhe kush ka ardhë për jashtë, ka pas lojtar, ka pas pilot për Sumulicës, në Asajgjës ka pas. Këtë atmosferë se harrojmë kurrë sa ato, gjithmonë kena pas pritje të mira. Edhe edhe publiku ju ka mbështetur gjithmonë.
Por publikun, s'disha thonë, publiku s'mundet me pas ma si publike shahu ko për para. Publike me trenu, me të shtijala, me ngajt më shumë. Publiku shumë koni mirë. Kena pas probleme. Rokas, pare s'ka pas. Këtë me dohone, me dishka, me ndimu diqish në lojtarve. Jeta fështiru konë. Tereni me kena pas zotin në laft. Si bishe ato gujt. Po, si e kena pas terenin tonë në petë miru konë. Dhe pasë që në vitin 1985 jeni larguar për Zvicër, a keni luajtur atje futboll? A gjeloj, po një 3 muj, 4 kom prit se Libreza s'mo kthej kepi Beogradi. E tana kom lujt na për Liga 2-ta, pi 85, 86, 87, tana jo ushtar, në 3 vite po zoom, dishka një lëndim, patëm në fuqytish. Në të ditën u këthim shkum Shqipni, një loj bukur edhe dje e bonëm një atmosferë e mirë. Në Zvicër këna në modhe në për turnira, në për edhe agje në ekipët që kom lujt gjithmonë, shumë ekipët ju më konë Gollshemus, edhe ati, që kom fitu një par kupat që e kom pas. Gjithmonë i kom pas një par kupat që ka me shku mi marë një zgjellë që ka shëpo dhe me marë. Mirë, edhe agje mirë. Por me gjithat keni mund të arrini më tepër. Me mujt kena mujt me arrit më tepër, po s'kena pas managerve, s'kena pas që ati u kom problemit e nënë. Atëherë ju më konë 85, 86, problemu konë me gjithë dikuni me qu pak të përpjet. Ti ke lujnë lig dit, sot ndrish është. Sot ndrish është, ka gjënë që punojnë sot më shumë. Atëherë, unë e di, kena pas lojtarë, u kom Vullnet Januzu, Gjabir Hasani, shumë me jena kom, po me mëri. Me pas një manager, kështë lujt ma nalë. Sot kështë ma lojtar, kështë ngrej, kështë që problemu ko. Po ata me ata tonët, sa kena mujt, kena shku. Dhe sigurisht dallimi ka qenë i madh kur keni shkuar prej këto në Zvicër. Dallimi s'u kon shumë i madh, dallimi këtu u kon më i madh dallimi. Edhe atje dallimi u kon s'ka pas me çfarë ekipa që kena lujt. Kena lujt lig ditë kantonëve. Ti mirë. Atëherë ndryshe u kon. Primi ekipës kon pak problem. Po të mësu ti këtu ndryshe pak. A gje një kur e ki mësu ekipën ma në që mirë. Edhe a gje të risot mirë është. Se dhe hala që ku më dalë, gjithmonë luj me veteranët është një. Luan edhe futboll të madh. Të madhin, futboll të madh. Kurse futboll të vogël, dihet që keni qenë njëri prej lojtarëve të Tërnovsit që i keni ndihmuar klubin me pjesëmarrje në turnete. Çfarë i kujtohet nga kjo kohë? Ka kjo kohë, po kishish me ndihmu klubit, se përpara klubi s'ka pas shumë të marrë me mopi shtetit, s'ka pas kur gjopi sportit. A na lushmila për turnira, qëtu në dillë nga ishmila për turnira me shku me fitu dhe i pare. Ajo ishte lojnët ka 50 km, 60-70, që ishme dikon, dhe që me lujt, mi kalzu që mujnë me lujt dhe në për ekipat në naja, po më lidhë me shoknija kejtë që kena lujt të në Tërnos,
Lyshmi po më ndihmu klubit. Ka pas Po qëllimi vetëm ka qenë që të ndihmohet klubit. Futbollistik Tornosit, po. Se neve nësish më interesuar për 200 franga, 100 franga me shku me ngajt. Tan 5 ditë po punon. Por ditë çtu në ndjellë mos më mujt me dal kërkun. Fish veç për Tornosin me shku me lujt. Mirë. Klubi Tornosis është hala më mirë. Është duhet punë. Se kam shansë është edhe rinia më ndryshe. Mujtë me lujtë edhe dikun më nalë. Ka lojtarë ka... Qatë duhet dikush me ndihmu pak, me marrë jashtë. Që 2-3 lojtarë sa janë jashtë. Ana problem është. Qatë lojtarë të muqëm që kena lujtë pak. Duhet me ndihmu hala, me marrë lojtarë, me këshirë, me ngajtë. Po sa janë të interesuar për shembull 3 shqiptarë atje në Zvicër. Të mirë me sport, pasi se dihet kushtet i kanë. Kushtet, s'po isha me thonë. Kushtet i kanë shumë të mira. Shumë pak. Shumë pak rini. Që luj sot pak gjë. Në Tornos 83-84 në ndryshe në konë. Sot i këshirit do rini atin shkoj këshirit në për ekipa të vogla. Zemër duhet me lujt. Ja unë e po luj. Adje, për para që në kone a gjenerat 83-84-85, qaj futbol është? Muje kum lujt që sa vite kum lujt me Zvicran. 5-6 njo, ma 8 kluba i kum ndru ati pari. Si gjenerat, si futbol të tusha kum lujt në Tornos. A gje mirë, ki punën, topin. Po për cilin klub në Zvicër keni lujt më së gjati? Mas gjati kom lujt që këtë klubin FC Siviria, kanton Friburgit. Edhe këtu luja la për veteranat. Keni ligë aktive apo ndonjë? Aktive është. Liga aktive është. Liga aktive është, hala vazhdoj. Golla jap hala. Penalët, edhe këtu shemë konë ligë ditë. Ku dhe ashtu një kështu këtë penalët. Golla, u di sa me tonë, dhe është duhet me mani, s'kom qëtë me thonë që a gjithë mojën konë bëllë shenu se ati. Po se të qovë në qofë se dhe të bëshin atërë statistikat në Tornos keni dhonë shumë golla. Edhe adje kumë dhonë. Në Tornos ma shumë kumë dhonë se kumë pas lojtarë që ta ka vonë topin që shu desh me dhonë gollin. Se edhe adje kumë pas lojtarë që ka lujt me muje profesionalë që e ngonë. Ka nërë për Rusijës, ka pas një Magjarijës, lojtarë shumë të mirë ka pa. Akor viket e penali, bërhan shumë të e tisës. Profesionalës. Dinamon e Moskës ka lujt. Kur viket topit, roketi bërhan shumë të e. Po e në endë në kontakt me ish bashkëlojtarët, ta shifni? Me veteranat që ti luj ma ala me qëto dy rusë ato me ato shokt. Luj ma ala. A i vjen 40 km gati dhe që me lujt me muje bashkati. Ma qonë mali si nëzit nga dice për pa. Dërsa me ish lojtarët e Tornosit, a i në kontakt? Po. Shqipmi në për që 2 vite ka. Shqipmi edhe që kështu. Në për loja që shkojmë i kështu në një loj dikun ndë një shok që i lune, dikush ndë një Tornosë se. Me lujt mos shumica janë largu ushti, vullneti më ndokot hala është të lika pak. Agroni largu pak. Shtu në për turina, apet shkojmë kanë herë zbashku, kur gjemë dhe një turnir që është. Shkojmë atë zbashku. Ndërsa
para një jave, si gjithë pas një kohë gjatë keni luajtur bashkë veteranët e Tërnacit. Ajo është kënaqësi shumë e mirë. Unë me Xhelën, ma kanë gjellë që kënë lujtë në për turnira të vëgjë që kena lujtë bashkë. Stadionat të madhë s'kena lujtë, shumë lojtarë tjerë që kenë, kënaqësi u konë me lujtë. Tani shkone organizimi mirë, faleminderit për organizimit ku që ka organizua i kreton që unë konë. Ajo konë që sa vite mu pa zbashku me lujtë, loje bukur, atmosferë, s'na majti kuhat, mirë po, mirë u konë. Dhe cilë është porosia për të rinj, çfarë do të porositni për të arritur suksese? Për të rit, vetëm punë, duhet me punu. Duhet me pas një trener më të mirë, treneri duhet punë. Ushtrime sa duhet edhe punë. Dhe duhet punë për të rinin. Edhe me shkut e para, mi pa dikon ma nalë me lujtë. Mu hek pak këtë Tërnacit, me lujtë dërgon dikon. Me shku shikus, me vizitu ma shumë. Faleminderit. Faleminderit për juve, faleminderit në thjerrje. Për shikues të nderuar, ishte kjo emisioni Në Fokus dhe biseda me ish futbollistin e Tërnacit Borhan Sejdiun.